gjunahet, haramet, mëkatet, ndikojnë drejt për drejt dhe bën një pengesë serioze që mundohen me e pengu dritën e Kur'anit, me e prek zemrën, mendjen dhe shpirtin e njeriut. Allahu i Madhreshëm në Kur'anin famlart, në kaptinën Waqi'a, ajetin 99, në porosit se ne nuk duhet t'i qasemi kur provojmë me lexu Kur'anin pa avdes. Thot Allahu i Madhreshëm, la yamassuhu illa al-mutahharun. Atë Kur'anin nuk e prekin vetëm sa ata të cilët janë të pastërt. Nuk është tani këtu momenti që unë t'hidhe të shpjegoj qëndrimet dhe shpjegimet e dietarëve islam lidhje me dispozitat. Po ne në kuptimin e përgjithshëm nga edukimi islam e dim se njeriu paraprakisht duhet të jetë i pastërt, pastaj duhet të merr avdes në momentin kur dëshiron me lexu Kur'anin. Kështu thot Allahu. Atë Kur'anin nuk e prekin vetëm sa ata të cilët janë të pastërt. Dietarët islam duke analizu dhe duke provu me hyrë në brendin dhe në thellësin e këtij ajeti, gjatë interpretimeve të tyre, thonë, nëse nuk lejohet thjesht leximi i Kur'anit pa avdes, atëherë ata të cilët nuk i kanë zemrat e pastërta, si ka mundësi Kur'ani të ndikojë tek ta? E këtë qartë? Dhe më thonë, nëse për me lexu Kur'anin, një proces i thjesht, me marë Kur'anin, librin e Allahut dhe me lexu, kërkohet me marë avdes. Atëherë, dhe më thonë, gjatë që kjo është një procedurë e thjesht. Muslimani shkon merr avdes, edhe e merr Kur'anin dhe fillon me lexu. Mirë, po nëse ne kërkojmë diçka më shumë se kaq, ulemaja gjatë interpretimit të këtij ajeti thonë, nëse thjesht nuk lejohet leximi i Kur'anit pa avdes, atëherë ku mbetet efekti dhe ndikimi dhe pesha e këtij Kur'ani tek zemra e njeriu nëse ajo zemër është e papastër? Çka i bën është e papastër? Nëse ajo zemër është e ngarkuar me gjunohe, me gjunohe po se po. Mirë, po është e ngarkuar me lloj bindje të gabuara. Sigurisht po. Se gjunohet e ndotin zemrën. Po hala ma keq se gjunohet janë dilemat dhe dyshimet, se dietarët islam kanë thonë, dy gjëra e atakojnë zemrën dhe e lodhin, madje edhe munden me e çu deri në vdekje. Në kuptimin figurativ. Nuk po flasim për këtë vdekjen fizike. Janë gjunohet, epshi, knatësit, do të thonë epshi dhe knatësit njeriu e motivojnë dhe e shtyjnë me bë gjuna. Këto janë të rrezikshme. Këto kanë ndikim negativ. Po hala ma rrezik janë dilemat dhe dyshimet, shubuhatet, të cilat e atakojnë zemrën. Prandaj, një zemër e papastër, e cila është e atakuar prej dy fronteve. Edhe prej frontit të gjunaheve, edhe prej frontit të dyshimeve dhe dilemave që kjo është më e rrezikshme. Atëherë si ka mundësi ajo zemër të përfiton nga Kur'ani? Prandaj, ajo zemra e cila nuk është e përgatitur nga papastërtia. Figurativisht po e themi. Qofshin ato që vinë prej mekatimit, apo prej dilemave dhe dyshimeve që ato pastaj manifestohen dhe shpërfaqen me bindje, me ide, me qëndrime të caktuara, nuk kanë mundësi këto me gjetë. Kjo zemër nuk e gjen dot Kur'anin. A vazhdon kjo zbehje ndaj Kur'anit edhe pasi të jemi penduar për mëkatet tona? Jo, mirë, nëse po flasim në parim për pendimin e sinqert, atëre pendimi i mundson njeriu me rilind. Dhe nuk është ky problemi. Gjithmonë po flasim parimisht nëse flasim për pendimin e sinqert.